Hani një qep në ditë dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Qepët kanë qenë të njohura për vërtet kohë të gjatë, që në kohët e lashta ato janë përdorur dhe janë adhuruar për shkak të vlerave të tyre dhe mund të ofrojnë shumë përfitime për organizmin. Qepët kanë pak kalori duke përfshirë sasinë e mirë të proteinës dhe fibrave, si vitamina C, antioksidantët e ndryshëm dhe përbërësit sulfurik që gjenden te qepa shkaktojnë lot, sidomos alicini e përfitime shëndetësore që reduktojnë edhe problemin e radikaleve të lira. Ngrënia e një qepe në ditë do të sjellë këto përfitime për trupin tuaj sipas Brightside. Ulë riskun kundër radikaleve të lira. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qepët përmbajnë komponentë të caktuar që u japin atyre aromën e veçantë, por gjithashtu punojnë për të çnjërrosur ushqimet e dëmshme dhe qelizat e dëmshme. Kjo përkthehen në një risk më të ulët për problemin që shkaktojnë radikale të lira dhe një mbrojtje të imunitetit. Qepët ulin në riskun e prekjes nga diabeti. Qepët janë gjithashtu fantastike për të ulur riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kjo një formë e diabetit mund të ndodhë kur insulina bëhet e paefektshme në përpunimin e glukozës. Kjo zakonisht ndodh për shkak të një diete kronike të lartë në sheqerna. Kur hani qep, kjo rrit sasinë e insulinës në sistemin tuaj. Qepët forcojnë imunitetin. Një lëndë që ndodhet te qepa, quercetin së bashku me seleninën, punojnë për të forcuar sistemin imunitar. Të dy këta përbërës së bashku reduktojnë inflamacionin në të gjithë trupin tuaj. Ndihmojnë personat që preken nga alergji. Alergjitë sezonale shkaktojnë kruajtje të syrit, rruf dhe sikletët të pjesëve të fytit. Të gjitha këto janë shumë të pakëndshme dhe çojnë shumë njerëz të përdorin ilaçe për qetësim. Herën tjetër që vuani nga alergjitë provoni të hani një qep përpara se të pini ilaçet. Përbërësit e qepës bllokojnë komponentët që shkaktojnë alergji dhe shkaktojnë një reduktim të ndjeshëm të simptomave të alergjive. Ndaj përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë për organizmin, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepët përmbajnë vlera të larta në dobi të shëndetit dhe konsumi i tyre brenda normave të duhura ditore mund t'japin rezultate fantastike. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë gjithashtu vitaminën C, e cila forcon sistemin imun dhe ndihmon në përthithjen e ekurit. Janë një burim i vërtet i vitaminës B6, folatit, të rëndësishme në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në funksionin e nervave. Qepët përmirësojnë shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë riskun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Këto janë antioksidant me veti antiinflamatore që ndihmojnë të ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe triglicerideve. Si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe në punën më të mirë të shëndetit të zemrës. Përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një rregulluese shumë e mirë e organizmit për nivelet e sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose janë më të riskuar që të preken nga këto komplikacione, përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një aleat e çmuar kundër këtyre komplikacioneve, duke rregulluar kështu edhe komplikacionet e shëndetit të dobët. Qepët janë të mira në shëndetin tuaj edhe për të forcuar kockat. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për të forcuar kockat, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke parandaluar kështu problemet e osteoporozës dhe humbjen e masës kockore. Qepët luftojnë bakteriet e dëmshme. Qepët kanë aftësinë të luftojnë bakteriet e dëmshme. Përbërësit e tyre siç është quercetin është veçanërisht efektive për të neutralizuar bakteriet e dëmshme në organizëm, të cilat shkaktojnë inflamacione dhe infeksione të tij. Qepët përmirësojnë tretjen dhe lehtësojnë shqetësimet e saj dhe përmirësojnë zorrën. Qepët janë ideale për të përmirësuar tretjen, janë burime të pasura me probiotik, të cilat janë thelbësore për funksionin e shëndetshëm të zorrës dhe rritjen e bakterieve të mira. Këta probiotik ndihmojnë në forcimin e sistemit tretës dhe lehtësimin e inflamacioneve, në rritjen e vlerave të imunitetit dhe uljen e shqetësimeve të tij. Sigurisht, përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një aleat shumë e mirë e organizmit edhe për sistemin nervor.
Ndaj, konsumi i saj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të mbajtur larg këto komplikacione. Ekspertët thonë se qepët kanë benefite të larta për shëndetin. Të gjitha llojet konsiderohen burime të mira të lëndëve ushqyese, citon WebMed. Vitamina C që gjendet te qepa do të ndihmojë gjithashtu në forcimin e trupit dhe të forcojë gjithashtu organizmin në mënyrë korrekte. Është gjithashtu një antioksidant shumë i fuqishëm që lufton radikalet e lira, edhe këto janë molekulat që trupi juaj i prodhon, ndërsa qepët përfshihen rregullisht në dietën tuaj të përgjithshme. Ekspertët thonë se konsumi i qepëve të freskëta në dietën tuaj mund të jetë një aleat i çmuar i organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve ditore. Ndaj, sigurohuni që qepët t'i keni pjesë të dietave tuaja edhe për shkak të elementit të fibrës që ato e ofrojnë me shumicë. Qepa ka dy lloje të fibrave, dietike dhe prebiotike. Një filxhan ka 12% deri në 21-38 gram që ju nevojitet çdo ditë. Fibrat ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur për më gjatë dhe të lehtësojnë gjithashtu problematikat e zorrëve tuaja. Dhe duke konsumuar qep do të hani më pak ushqime të dëmshme. Kjo ndihmon në uljen e riskut të problemeve të obezitetit dhe fibrat probiotike që gjenden te qepa do të ushqejnë bakteriet e dobishme të stomakut dhe do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ekspertët këshillojnë personat që konsumojnë qep që t'i shtojnë ato në dietën e tyre vazhdimisht, pasi do të ofrojnë nivele shumë të mira të antioksidantëve. Të gjitha qepët kanë quercetin, një përbërës flavonoid antioksidant shumë i rëndësishëm për trupin tuaj. Quercetin ka veti anti-inflamatore që ndihmojnë trupin edhe kundër qelizave të dëmshme dhe reduktojnë gjithashtu riskun nga problemi radikaleve të lira. Qepët e papërpunuara janë gjithashtu më të shëndetshmet. WebMed rekomandon konsumin e qepës vazhdimisht në dietën tuaj, pasi duke i konsumuar ato do të merrni më shumë përfitime në shëndetin kardiovaskular dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të imunitetit. Sigurisht, përfshirja e qepës të papërpunuar në dietën tuaj mund të jetë një nxitje shumë e mirë për vlerat e imunitetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë se qepa është një alternativë e çmuar për organizmin dhe përdorimet e saj afatgjata në dietën tuaj mund të jenë të mira edhe për shëndetin e përgjithshëm. Qepët janë një përbërje shumë e nevojshme jo vetëm në kuzhinë, por edhe në trajtime ndërkombëtare. A ju vjen ndërmend ndonjë recetë tipike me përfshirjen e qepës në dietën tuaj? Qepët i gjejmë në forma dhe në ngjyra të ndryshme, duke i cilësuar ato si një nga zgjedhjet më të mira në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Qepët janë ndër barishtet më me shumë vlera jo vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi. Qepa është e përdorur prej shekujsh dhe vlera dhe përdorimet e saj janë vërtet unike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët thonë se përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një element ushqyes i mirë për shëndetin tuaj të zemrës dhe jo vetëm. Qepët e ëmbla përmbajnë flavonoide të cilat janë të mira për shëndetin e zemrës dhe ulin riskun për problemet që i kanosen asaj. Qepët janë të mira për sistemin tretës. Qepët e ëmbla janë një zgjidhje shumë e mirë për sistemin tuaj tretës në luftën kundër radikaleve të lira dhe inflamacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum për sistemin tuaj tretës, përfshijeni qepët në dietën tuaj të rregullt. Nëse doni kocka më të forta, shtoni qepën në dietën tuaj. Qepët e ëmbla përmbajnë një substancë që njihet si element shumë i dobishëm për shëndetin e kockave siç është kondrocite. Konsumi i rregullt i qepëve në dietën tuaj mund të cilësohet sipas ekspertëve të Healthline një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së trupit. Shtojini qepët e freskëta vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin për organizmin, do të jenë një mburojë e çmuar në dobi të shëndetit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepët e freskëta janë të mira në luftën kundër inflamacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.